Për shumë vite me radhë, ure e Mbreshdanit në territorin e Bashkisë Këlcyr ka qenë një ndër nyjet më të rëndësishme të komunikimit për banorët e zonës, por amortizimi i pjesës drusore kishte kthyer kalimin mbi të në një shqetësim të vazhdueshëm për drejtuesit e mjeteve dhe këmbësorët. Për t'i dhënë fund këtij problemi, është ndërhyrë në rikonstruksionin e urës, duke zëvendësuar strukturën e dëmtuar prej druri me një shtresë metalike më të sigurt dhe më të qëndrueshme. Tani është më mirë. Sa shpesh e bëni këtë rrugë? Po varet, sipas punës që kemi, 1 herë, 2 herë, 3 herë, varet. Sipas inxhinierit Josif Ngjela, investimi në urën e Mbreshdanit është pjesë e programit më të gjerë të ndërhyrjeve, që përfshin edhe rikonstruksionin e urave të tjera në njësitë administrative të Bashkisë Këlcyr. Ndërhyrjet në urën e Mbreshdanit janë si rezultati i dëmtimit të materialeve të drurit janë urën Beli. Dhe u vendos të përdorej, domethënë, një shtresë metalike llamarin me saldim për të qenë më e aksesueshme, domethënë. Vlera e investimit ka vlerën e 1.2 milion lekë të reja pa të vësha. Ne kemi ndërhyrë pothuajse çdo vit në mirëmbajtjen e dërasave që janë të vendosura në rrugë, po ishte një gjë e përkohshme edhe dërasat filluan të kalbeshin dhe kështu vendosëm që të bënin një zgjidhje tjetër me vendosjen e një llamarine që është më e qëndrueshme dhe duke parë edhe të gjitha urat që janë mbi lumin Vios, këto Beli, një pjesë e tyre janë kthyer nga shtresë me dëras në shtresë me llamarin, që është më efikase. Ure e Mbreshdanit shërben jo vetëm si lidhje e fshatrave me qendrat e afërta, por edhe si një aks komunikimi për fshatrat e krahinës së Malshovës dhe zonës së Zagorisë. Rikonstruksioni i saj pritet të lehtësojë lëvizjen e banorëve, transportin e produkteve bujqësore dhe komunikimin mes Këlcyrës, Përmetit dhe fshatrave përreth.